U është vënuar paga e dhjetorit. Të punësuarit në postën e Maqedonisë dolën në protesta. Ata thonë se punojnë për pagë minimale, por as atë nuk mund ta marrin në kohë. Prandaj njoftojnë se nëse një situatë identike përsëritet muajin tjetër, nuk e përjashtojnë mundësinë e një greve. Kryetari i organizatës sindikale të postës së Maqedonisë, Sasho Dimitrievski, thotë se vonesa e pagave ka ndodhur për disa muaj, por tani protestojnë për vonesën e pagës së dhjetorit. Punjonisit janë jashtëzakonisht të revoltuar, sepse edhe pse 60% e punjonisëve në këtë kompani punojnë për pagën minimale, ne nuk mund ta marrim as atë pagë minimale. Kjo protestë do të zgjatet derisa të plotësohen kushtet për të marrë një pagë. Kryetari i lidhjes së sindikatave të Maqedonisë, Slobodan Trendafilov, dërgoi porositë e postat e Maqedonisë, duke u thënë se nëse dikush nuk është i aftë ta udhëheqë kompaninë, le të largohet nga ajo pozitë. Nëse dikush e vlerëson se nuk është i aftë për ta udhëheqë postën, le të largohet edhe të vinë ndonjë që është i aftë. Megjithatë, në asnjë rast nuk gëzon të i lejë njerëzit pa pagë. Është turpë të lëshë njerëzit pa pagë dhe në të njëjtën kohë të silleni si sherif nëpër postë dhe të bëni presionin ndaj njerëzve dhe të ndaloni të protestojnë. Lidhja e sindikatave të Maqedonisë ka vendosur që të mërkurën të mbajë protestë për të kërkuar rritjen e pagës minimale në 600 euro dhe rritjen e të gjitha pagave të tjera nga 100 euro.